Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemi arritur nga deri tek kapitulli lidhje me ndytësirat dhe rregullat e ndytësirave. Ma herët na kanë ardhur disa prej temave të ndryshme që janë përmend kalim se çka është e dytë, çka jo, sidomos kur kanë folur për kafshët e ngordhura, asaj që quhet mejte. E ngordhur si konsiderohet sepse kemi folur për çështjen e saj ose për lëkurën e saj, nëse rregjet ose pastrohet, a kemë drejt me përdor ajo. Edhe kemi thonë atje që kur vimi te ndytësirat vjen debati i detajizum lidhje me ndytësiren e të ngordhurave, ose ato që kanë ndrujet, qoftë që kanë ngordh, kanë qoftë që thënë mbullorçe, ose qoftë që kanë dikush. Edhe cilat kafshë mundon, cilat jo me ja përdorë lëkurën, sepse jemi rënë dakordsi që gjithë ulema janë pajtueshmëri se ajo që është mbi lëkurë është e pastër. Qimet ose leshja dhe kështu me radhë. Mirë, po atje kemë përmend se kur vimi tek ngordhësira, kemë fol pastaj edhe këtë çështjen se kafshët që nuk i hahet mishi. A lejohet me ble rrobat, teshat që formohen dhe provohen prej lëkurës ose prej çimeve ose leshit tyne. Kjo është një prej pikave të ndytësira. Por ndryshe, tema mbi ndytësirat është prej temave shumë kryesore, për shkak se i përfshin krejt ato që quhet e dytë. Dhe kësaj ne po ju çosmi sot kadal, duke mundu edhe ato që janë përmend më herët me i përmbledh këtu, edhe për shkak që e pam se tema është bëjë e zhënume, atëherë mendoj që më u don dy pjesë, e që sot po marrë pjesën e parë ose gjysmën, dhe herën e ardhshme na mbetet vetëm ndytësira e ngordhësirave, ndytësira e alkoolit edhe pastrimi. Pra masi flasim për ndytësirat, me çka e pastrojmë këtë ndytësirë? Me gjitha llojet që janë. A pastrohet vetëm me ujë, a pastrohet me diçka tjetër posa ujit? Dhe këto janë pra 3 pika që na rjesin për dersën e ardhshëm, ndërsa sot po i marrim një mori ose një kallabllak për çështjeve që ka të bëjë me ndytësirat, e po shkojmë me renditje hatër që mos me harroni një. E para për pikave është se çka është ndytësira. Kur bëhet pyetja çka është ndytësira, është për qëllim çka? Është për qëllim çka është ndytësira në shariat. Sepse nuk është për qëllim çka është ndytësira e zakonshme. Se diçka në popull mund me kon ndytësirë, e shariati mos me llogarit ndytësirë. Diçka mundet me kon popullat jo e ndytë, sikurse njerëzit janë mësuar me një kafshë që tani për tani kanë ngordh. Sepse thotë çka është dallimi mes një përzomi, një deleje, që ka qenë para 5 minutave gjallë, dhe është furr, ose është therr, nuk e përshëndet është për mirë, po është therr me bri tjetrës, dhe ka ndru jetë ose ka dek para 2 minuta. Pra tek logjika njerëzore mundet me kon çka e pastër. Ndërsa në shariat ka diçka dallim, edhe pse ka shumë përputhshmëri me logjike. Mirë po, ajo çka shariatike është bazike për shkak se ajo është mbi logjikën e gjithë secilit prej neve. Nëse logjika jo bëhet bashkë, bën përputhshmëri të plot me atë që shariatike. Mirë po, veç ke mundësi me pas hamendje ose me pas huçje. Andaj kur themi çka është ndytësira, neve na intereson çka ka llogarit shariati për ndytësirë. Ndytësira në gjuhë do më thonë në shariat e nejase. E nejase do më thonë diçka që është e pest. E dytë, pra e pest, që njeriu ik pej saj, që njeriu gërditet pej saj, sepse është e dytë, ose në bazë të erës, ose në bazë të dukjes e kështu me radhë. Ndërsa në terminologji disa kanë thonë, është esenca e të pestes. Pra nëse morëm për shembull gjakun. Baza e gjakut, ç'kjo është e pesta, që jep sinjal se detajizimet e gjakut ose gjaku i vogël, gjaku i pakt, dëshaja të vogla gjaku nuk prish punë. Po baza e ndytësirës të quajtur gjak, që kjo është ajo që i intereson shariatit. Baza e të quajturës urin, që sa i intereson shariatit. Baza e të quajturës nevojë njerëzore e madhe, atëherë që sa që kjo i takon temës shariatike. Disa tjerë kanë thonë, ndytësira ose pest është çdo krijesë që kemi ndalume
ose çdo gjë send, ose krijesë që kemi ndalume me përdor atë, ose e kemi ndaluar mishin e saj, ose e kemi ndaluar përdorimin e saj, ose bën dëm në logjik ose në trup, jo në mundu me e përtheku me kësi forma. Disa tjerë ka thonë ndytësira është një cilësi kuptimore, e cila përderisa gjinet e njeri, ti nuk mundesh me u falë. Pra kanë ndërlidh me çka? Me adhurim, se kanë ndërlidh me atë që njerëzit e njohin për dëshmëri të pesë. Sidoqoftë, mjafton njëra prej tyre, po ma e thjeshta ose ma e sakta thuje që me qenë mbamendja tonë është kjo e para që përmendëm, çdo bazë e një diçkahe që është e pestë. E tani, çka janë të pesta, çka janë të pesta, tash na ka thënë shariati, cilat janë të pesta shariatikisht, dhe e shohim se logjika njerëzore i thët që ato, vetëm se ka mundësi në logjikën njerëzore mundën me shtu. Por ndryshe, rrallë herë mundën me mangësu. Pse? Sepse ajo që është në dytë, shariatikisht ajo është në dytë, edhe në aspektin logjik edhe të përditshëm. Çka thot shariati për të ndytat? Kur themi dispozita, domthonë, cila është përgjigjja fetfaja e shariatit për ato gjëra që janë të ndyta. Dhe kjo pyetje na vjen në fund temës. Krejt këto që përmenden, kjo është e ndytë dhe kjo është e ndytë dhe kjo është e ndytë për këtë shkak dhe për atë shkak. Çka thot shariati për këtë? Shariati për këtë thot është obligim. Shariati për këtë thot është obligim largimi i saj. Na kupton? Është obligim largimi i saj. Çfarë kuptojmë me fjalën është obligim largimi i saj? E kuptojmë se nëse gjinet në ndytësira, në tesh, në trup, në vend ku ki më falë, në vend ku jetan edhe e kryn veprimin, adhurimin, atëherë duhesh me doje mos me hjek, por ndryshe ndikon ku në adhurim edhe në jetë. Dhe kjo është fetfaja ose dispozita shariatike. Dispozita shariatike për ndytësirat është se duhet me u largu obligativisht në mënyrë të përjerë. Mirë, një pyetje na ka neve edhe më herët, po debatohet edhe tek ndytësirat, sepse ka të bëjë me te. A është obligim me pas njetin se pe hjekum të keqen? Shariati thot nuk është obligim. Edhe kjo me konsenzus. Pse? Sepse njeti është për veprimet që neve dojmi, që i bojmi të mira, që dojmi me u regjistru tek Zoti si vepra të mira, që neve na ka shku mendja dhe na ka kërku shariati mi bo këto vepra, edhe kërkohet njeti që me dit apo e bën për Zotin, apo e bën për diçka tjetër, edhe këtë vepër që po e bën, apo e bën veç hajq ashtu, apo dësh problemin e saj. Çaj me një? Kjo i bën që neve njeti na vim tek veprat e mira, tek veprat pozitive, kurse te veprat që duhet largu, edhe këto është sevap. Mirë, po këto i kanë qujtë ulemaja, përveç si ka sevap, i kanë qujtë në lëmje sipër, si negative. Pra, me hjek në të ndytë ose litë pa pastërti. Ti thu po, on e pe hjek ose është logjike me hjek. Prandaj nuk duhet njëti. E rëndësishme me hjek. Edhe nëse hjek pa njet hiç, edhe nëse se ke pas me qëllim, me hjek se ki mu falë ose me hjek se Zoti ka kërku, veç e ke hjek instinktivisht, atëherë pranohet. E që në mësën kjo? Edhe pësole moja kam përmen. Në mësën se kjo tjetra s'pranohet. Në më thonë, që kjo meselja e ndytësira, neve na e kallëzën meselen, cilën, kur po bojmë na veprat miran për ditëshmëri, i bie që pa njet nuk pranohet. Sepse me konë që edhe veprat e mira pranohen pa njet, duke këshin debatu ulemoja hiç kam. A është dhe kjo krasimi? Pro pse ulemoja kanë debatu a duhet e njeti për me hjek urinën, për shembull pe teshe. Me mor teshen, me ndytësirë, me shtil lavatriçe. A duhet njet, a mjafton veç me la? Ulemoja po thonë mjafton veç me la. Me nësi me hjek të keqen. S'ka obligim me pos njet. Pyetja është pse me debatu këtë temë. Me të kallëzu që këtë tjetërën, kur që është ti më falë, duhesh me pas njetë. Kur i nimon dikuj, duhesh me pas njetë. Se për nyshe, shkan vej pa hoqë. Pra, që shka thonë poeti, bjedët dhe hatët e vejnë e shjau, me të kundër ten, thët i merë vërgjanat. Me të kundër ten. Nëse këto, s'po dashka njeti je këtë po dashka. Pastaj,
Edhe kjo mesele është përmend më herët, po e kanë përmend për shkak se e ka vendin. Nëse ti bjen dyshim, a është e ndytë që kjo, as është e ndytë. Pse bjen dyshim? Sepse jo gjithë herë ti ndysirën e sheh. Sepse nëse bjen ndysira, sidomos do të jenë të lëngta, që të jenë të ujit, urina ose gjokë së ngjajshme. Ka prej tyre që janë të ndyta, po kur bin tesh, thohet tere tesh, ama nuk e sheh. Tash je dyshim të kum lënë që tonë që të rrobë, a është tjetra. Ulemoja thonë, ajo që është më e lehtë dhe më e pranueshme dhe më e saktë është përpiqesh. Hulumtan. Teshën që ki para veti, ose se gjadën që ki para veti, ose veni ku do mu falë, aty u ka rënë dysira. Ma herët, këtheu pak në historik, retrospektiv që i thoi. A ke qeni bindu që ky ven ose që jetesh ma herët e ka godit dysira? Nëse thu pobre që të dykon e ka godit në dysira, po s'peti bashkë cilla. E atëherë baza është cilla që pas ka qenë ndytë. E konsiderat të ndytë. E pastran, tani falesh. Po nëse thu jo, unë e di që dykun rapo që të, unë e pej që e moj men që të jesh, ose që të ven, para një dite, para 2 dite e moj men që këtë bashkë të sora. Po tash dyshimi është se ka ra dykun kësajde, në rrethit, ose në e pej këtë në tesha, e po tunda mos e ka godit edhe këta. Atëherë, përgjigja thëtë, jo mos u tut. Nëse je i sigurt, ma herët që e ka godit, po se din venin ku, atëherë llogarit e që është në dytë. Nëse je i sigurt që e ka godit dikën tjetër, po je tut që e ka godit edhe këta, atëherë dije që këto s'e ka godit. Çaj bën kja? Kja i vjen me punu me atë që është te këte bazë para ndodhis. Cila ka qenë e para? A pastërtia apo pastërtia? Nëse ka qenë pa pastërtia, është e dytë. Nëse ka qenë pastërtia, atëherë është e pas. Por kthehesh pak historik edhe këtu ka është më saktë. Mirë. Çështja tjetër që ndëlidhet me hymjen në ndysira. A lejohet me përfitu prej gjërave të ndyta? A do një pyetje? Cila është dispozita shkretike? A munesh me i përndor gjërat e ndyta? Kur themi na gjërat e ndyta, ti mos e çon atë vetëm teorina. Po që e me që shumë gjona këtë botë ka të ndyta. Po shamu në ndytë është qenë. A lejohet me përfitu për qenët. Ose derri, është ndytë. Ose gjallë. A lejohet me përfitu për këtë gjonave jo. Kjo është si temë onën me. Kjo është si temë e përgjithshme. Se kur himi veç e veç, tani ka përjashtime. A mos si në përgjithsi. A lejohet, ulemaja thënë, lejohet me përfitu për gjërave të ndyta, ose gjësedeve të ndyta, jashtë ushqimit, pijes edhe veshjes. Jashtë ushqimit edhe pijes, po dihet. Po jashtë veshjes, që të është ai debati që na vjen. Të kush kena thonë vjen debati, të gjërat, të krijesat e ngordhura, me o përdor lëkurën ose qimet e kështu me radhë. E që sot në kohën tonë ndodh për ditë. Kohën modern ndodh për ditë. Andaj merrni si përkufizim të përgjithshëm. Ulemaja ka thonë lejohet me përfitu për industria. Lejohet jashtë ushqimit, pijes edhe veshjes. Pra në çka për shembull? Shembull, në ilaçe, po ilaçet ku kimi përdor? Ilaçet kimi përdor? Në ushqim ose pije. Shembull, trupi merr dispozitën e teshës njëjtë. Sa teshja veç veshet, nuk është diçka që kemë bë diçka me teshën veç vet. Pra ato është debati, kur është nevoja. Mirë po, në tërësi, ulemoja marrë si shembull dhjomi shembull i derrit, që e përdorin për milionijet. Derri është i ndytë, komplet. Pa lejohet me përdor një pjesë të derrit për diçka që është këtë e jashtme, s'ka të bëjë me trupin me neve hiç. Atëherë lejohet, s'ka kur gjatë keqe. Tani vjen ai diskutimi, a lejohet dhjomin e derrit me përdor në pjesë të jashtme të trupit, sikur se tesha. Tani tham na, këtu janë debate. Pse? Sepse shariati e zgjeron kur s'ka tjera. Po e ngushton, po tjera. Dakor? Ky ke kapitulli i parë. Ai që më thon tema e parë mbrana ndysira. E dyta ka të bëjë se çka konsiderohet në shariat e dytë. Pra cili objekt, cila krijesë,
cili gjësend, cili ujë, cila vetori, cila ndytësirë konsiderohet e ndytë, cila jo. E këto i kam përmendur ulemaja 17 për tyne. Po jekum dy që pilami herën tjetër, në gorsira edhe alkooli, dhe po i marrë një dalë nga dalë 15 për tyre, e që janë rëndit njëra pas tjetërës, disa i ke marrë më herët, disa tjera janë për herë të parë, që kanë bëjnë me pastërtinë e para, është çdo sen që del nga insani, ademiju. Njeriut në arabisht i thojnë edhe ademi, dhe më thonë, dëbjet e ademit. Çdo sen që del prej dy rrugëve të nevojës së urinës. Qoftë ajo urina, që thojnë nevoja vogël, ose nevoja madhe, që del prej insanit. Të dyjat janë të papastërta. Po të kujna, edhe të mëdhejve, edhe të vegjëlve, edhe bebave dhe kështu me radhë, po në tërësi dyjave. Në tërësi dyjave. Dhe si e tillë, është argument me 10 argumente për një për tyne. Kur në pejgamberit alayhis salatu wasallam, pejgamberi të në xhami me sahabët, hin një person që i thënë arabi, domethënë njëri, jo shumë i qytetit, po i ardhur nga larg, edhe kryen urinën në çështë xhamis. Ata xhamia s'ka qenë me të bija, po ka qenë me zonë. Edhe njerëzit kanë dashur më ngrit me ndëshku dhe pejgamberi ka thonë lënë disa të kryjnë. Nga se edhe në aspekt mjekësor, po në aspekt fetal, logjik, ka dome me në njëri vetën, qatë nevojës, dhe kur e kryin, e thirë pejgamberi alayhis salatu wasallam dhe i kalzan i thëtë që ky vend është vend falje, ky vend llogarit për vende ku bëhet adhurim Zotit dhe është i paqë dhe duhet me kon i paqë. Andaj thëtë, nuk është për njerëzorës edhe për fesë që me kry urinën te. Edhe i thëtë i kubisa, merën një kofe me ujë, edhe gjuja që ati veni. Qaj bjen kja? Këtë e kuptojmë që urina e individi ka e ndytë. Edhe pse s'ka rënë trup. Po ku ka rënë? Në zallë. Dikur thot po zalli e pastron. Megjithatë, aty nuk ka lëvizje. Atëherë e kanë gjuhë ujë tani. Uji me ujin e urinës jamun uji. Sepse urina 70% më shumë ka ujë. Dhe tani uji i shumt ose një kohë me ujë jamun dhe vetveti ju bëhet pastrimi. Këtu na mëson pejgamberi zot dy gjëra. Pa pastërtinë e urinës, po edhe pastrimin qysh me bë. Si ka thonë, gjunja do zallë tjetër përzine, po që ka thonë? Gjuni ujë, që i vjen se ujë është pastrues. E dyta, vjen çështja se urina e fëmijëve. Urina e fëmijëve. Ata që kanë hongër, ose kanë fillu me hongër ose ja. Ata që kanë 1 vjet, gjys viti, ose ata që kanë 2 vite e më shumë. Të dyjat, në aspektin shariatik, janë të ndyta, pra urina e fëmijëve. Dhe këtu ka shumë për rasteve që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salatu wasalam. I ka ndodhur fillimisht tek fëmia e Umul Qaisit, ka ardhur tek pejgamberi alayhis salatu wasalam me vetë diçka. Dhe pejgamberi ka marrë fëmin me me mashtru, me për të qafe kështu me radhë, dhe i kanë ra urina, nga se s'ka pos pampersa në lart, dhe i ka ra urina në prahën që thojmë na. Dhe ka marrë pejgamberi alayhis salatu wasalam do ujë, shtojmë na me grosht dhe e ka xhujt. Që i bie se është e papastër, ose e ka stërpi kështu. Në rastin tjetër i ka marrë Hasan dhe Huseinin kështu kësaj forme, sepse ka ardhur hadithi që tek gjoksi dhe ka ndodhur raste që kanë urinu dhe i ka stërpi pejgamberi alayhis salatu wasallam me ujë. Çaj bjen kja? Kjo i bjen në ne që është e papastër. Në ndë ulemaja ka bënë dallim. Kanë thonë se tek rastet e fëmis që kanë qenë shumë të vogël, edhe kanë qenë meshkuj, pejgamberi veç i ka gju ujë, por e ka stërpik, nuk e ka furku, nuk e ka botëshon, nuk e ka la. Ndërsa tek rastet, kur ka qenë vajzë, ka thonë vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam, që kur bjen urina e fëmis të vogël që e vajzë, ka thonë hodhni ujë, ose pastroni me ujë. Dhe ulemat kanë thonë se ka një dallim, edhe në aspektin shariatik, po e kanë gjetë këtë dallim edhe ku. E kanë gjetë këtë dallim edhe shkencëtarisht se të dytë e kanë urinën e dytë. Po gjinia femërore e kanë në aspektin mikroskopik ma të theksuar ndërhyrjen e urinës. Dhe ka nevojë për shtesë të stërpikjes, pra për lëmje. Dhe këta e kanë përmendur ulemaja për shkak që e
kanë pa në hadithe, sikur se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, në urinën e fëmijës të vogël, i cili ka qenë në xhi, radhia, thot e ka stërpi kështu me ujë vani. Ndërsa tek aja që ka qenë vajzë, i ka gju ujë ose ka pastru me ujë. Dhe këtë dallim nuk e bajnë këtë ulemuar, po është i mirë me u përmend me dallu, sepse edhe shkencëtar është zbuluar që nëse shikon në mikroskop, ka dallim mes urinës së fëmijës dhe urinës së vajzës, edhe pse në njëjtën moshë. Disa kanë përmend ka nëse është para se me fillu me hongër, është më lehtë veç e stërpik, masi që filloj me hongër, mirë po në përgjithsisht nuk e ka bë shumë ulemoja tjerë dallimin para dhe mas ushqimit, pra sa ka qenë i vogël në gjithonjë ose jo, mirë po dallimi është gjithsesi tek fëmia vajzë dhe fëmia djalë, tek ndysira shkak i koncentrimit të papastërtisë. Tani, çështja tjetër që është me interes është papastërtitë ose ajo që quhet në bojgat e kafshëve që i hat mishi. Çka është halli i tyne? Edhe atyre që nuk i hat mishi. Fillimisht kafshët që nuk na lejohet me i therr. Sikurse gumari, që ka ardhur në fund të Islamit është ndaluar. Edhe kafshë tjera që kemi të egra, që cilat nuk lejohet me i bë gjah ose me i therr, papastërtia tyne ose bojgat e tyne ose nevoja tyne është në dytë. Pse është në dytë? Ulemaja thënë është e thjeshtë, sepse mos me kon nevoja tyre në dytë, nuk i shkon mishi tyne në dytë. Se kjo ka një ndërlidhje të ngushtë me organizmin. Dhe prej këtë çka kuptojmë? Kuptojmë që kafshë që i mojmë na ose i bojmë gjatë dhe që lejohet me hongër mishin e tyne, bojgat e tyne ose nevoja tyne, qoftë urina, qoftë nevoja, a janë të pacha apo janë të papastërta? Janë të pacha. Sepse kjo është rezultati i organizmit tyne. Është e kjo ja. Kjo është në aspektin logjik, ndërsa në aspektin fetar ka shumë argumente sepse e kanë thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam që a më u fal në të rishtën e dheve. Edhe ka thënë bon. Të rishtën e dheve çka ka ato? Ka ato bojgat e tyne. Më pastaj ka ndodhur që njerëzit janë akutë pejgamberi alayhi salatu wasalam për një lloj të inflamacionit ose sëmundjes që ka qenë. Dhe është hadithi i njohshëm që është bërë debat i gjatë. Po që është i saktësuar, ose në më kërkosh, mirë po këta të logjikës morën si shembull për qeshës. Është çështja e një grupi të që ka thonë uranijin, ata janë normë 3-4 vjet, thonë që janë 5, dhe janë akutë pejgamberi alayhi salatu wasalam për një lloj të smujës ose flamës, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë merrni prej deves. Pak nga urina e saj edhe shumë nga çumshti i saj edhe përzine dhe pine dhe e kanë përdorur dhe ka vënë shërim. Sot e kësaj dite, ata që merren me deve e din. Dhe hadithi është i saktësuar. Dhe ka emrin hadithi i uranijinëve, sepse kështu ka qenë ai vani pika kanor. Pra si do të qoftë, këto janë argumente edhe logjike, po edhe shenatike, se kafshë që hat mishin, çdo sa prej saj është e pastër, nuk mundu me thonë që është e në dytë. Hanefit kanë shku pak më larg, ka thonë, nuk mundu me thonë që është e në dytë. Krejt, mirë po është një ndytësirë e vogël. Për bojgat e kafshëve. Mirë po, nuk është që kanë ai argument qartë, po në përgjithësi e kanë marrë atë llogaritjen e që njeriu i stak dhe atë më i vjen monim ose i vjen keq ose i vjen pa pastërti, shkak i erës e kështu me radhë. Pastaj pas tona vjen çështja e spermës, e që e kem përmendur më herët kur ka qenë në situata mirë, po këto e ka vënë, por shkak se jemi të fol për gjërat që dalin prej njeriu, edhe për gjërat që dalin prej kafshëve. Andaj prej gjërave që dalin nga vetë njeriu është edhe sperma, e që në bazë të tregimeve sheriatike kuptojmë që sperma është e pastër. Pse? Rasti i Aishës radhiyallahu anha, kur aja tregon vetë se çysh ka vepruar. Najherë që ka ndodhë, diçka për spermës ka rënë tesh. Dhe ka ndodhë një rast, halo ma preciz, kur një person i afërt ka ndodhë rëmja e spermës në tesh, e që njeriu ka qenë gjumë,
kana yahtalim, pra ka po onër dhe kur është zhu, e ka po Ibn Shihab el-Khawlani, edhe thot ka vrapu e ka pasu teshen, kur I kanë kallzu Aishës radhiyallahu anha, e që tregimi po e kallzon një robëresh që ka po, një shërptore që ka po, dhe është çudit, dhe I ka kallzu Aishën sepse Aisha radhiyallahu anha ka pas mësuese mas pejgamberit alayhis salatu wasalam, dhe e ka thirr Aisha atë personin, thon pse lave? Jo në kuptimin pse lave se ke bo nomin, ose ke bo keq, po pse lave? Por me dit a dim këtë çështjen as e dim. Dhe ky ka thonë që kështu ka ndodhur. Romja thot jo, thot kur është në kësaj, thot veç e grith, po e hjek, është mjaftueshme. Dhe halos sharimat madh bën Ibn Abbasi kur thot, kur e pyesin për romjen e spermës në tesh ose në trup, thot emithu ank fa innahu bi manzilati al-busaq aw al-mukhat. Thot kur bjen aja, thot veç hiqe ose bjen tokë, veç fshije me dhë, shkele, thot sepse sperma është sikur se pshtyma edhe qyrat. Pra Ibn Abbasi e bën sharim e ramat madh duke marrë krahasimin. Sikur se çu vëron njëri kur I bjen qyrat ose bile qyrave I thënë na popullore se në gjuhën shqipe I theshin mukoz. Pra këto dyja ose pshtyma, ku e gjuni ose kur të vjen, se mundu mira pe e nëse kështu më radh, atëherë e fshin edhe kalan. Kështu pra është në kësi fazë është edhe sperma. E që Aisha radhiyallahu anha ka bo atë sharime, thotë nëse është e tene e ka rrith, nëse është e lakt e ka hjek ose e ka stërpik me pak ujë, e ulemaja thonë, kur e ka stërpik me pak ujë nuk e ka pas për qëllim që është e ndyt. Po njeriu gërditet, sikurse për mukozën, që thanë, por qyrat që vini hjek njeriu. Sepse ka disa ulema menojnë që sperma është e ndyt. Pse? Mbas të dëshmisë që Aisha radhiyallahu anha kur ka qenë lakt e ka xhu me ujë, kur ka qenë tërë veç e ka grith. Mirë, kur I bëjmë gjitha këto dëshmi, para vetes e kuptojmë që nuk I ka hjek pse është e ndyt, po pse është e gërditshme. Me pastaj është çështja e medhjet kemi thonë del gjithashtu biologi të moshkullit kur ka epsh dhe s'ka arrit epshi tek nxjerrja e spermës, kjo kategori e kem përmend edhe atje. Mirë, po dëshmia e kësaj është dëshmia e Aliut radhiyallahu anhu, i cili thotë kam qenë njëri që kum pas të lashe me çet medhjen. Ko pasko thot, kum pas të lashe me të thot, po ka ardhur marrë me vetë pejgamberin alayhis salatu wasallam sepse ka dhënë. Thotë kum çuni njëri me pyet pejgamberin alayhis salatu wasallam pas dikun, dhe çka ka thënë pejgamberi I Zotit, I ka thonë nëse medhje lëviz ose del, pastroj organin dhe me rabdes. Që I bjen sa abdes, ne prish sepse ka dalje. Po pastroj organin sepse është I ndyt. Dhe me konsensus këtë ulemave medhja është I ndyt. Sepse nuk është pjesë e spermës. Është tjetër material. Tjetër materia, si shumë I thonë. Mas kësaj na vjen gjithashtu vedje me konsensus është I ndyt. Pse? Sepse është pjesë e urinës. Dhe kjo kemi thonë del kur njeriu ka ftofi ose ka peshë trome kështu me radhë. Ata që sprovohen e din për çka është fjala, po zakonisht që den mas kryerjes së urinës, jo vetvetiu. Sikurse medhje tham del mas epshit, që nuk ka mri në ejakulim ose në sperm, po ka mbet gjys në gjys. Të dyja këto janë ndyta. Pra në mesin e këtyre trija, urinës, medhjet edhe vedjet, mbetet menije ose sperma e pastër. Pse? Pse është krejt tjetër prodhim, është krejt tjetër rrugë, edhe pse dali është për një rrugë të njëjtë, ka dalin të trija. Pasojna është një situatë që përmend edhe që neve nuk është na hyn shumë punë edhe me ditë, po sepse kjo ka të bëjë me granimin, është çështja e një lagësie që ndodh tek vagina e grave, e që ulemaja kanë përmendur sepse ka lidhje me spermën. Kanë thonë sikur se sperma që është e pastërt, edhe kjo lagësi është e pastërt. Dhe granimi e din këtë situatë, dhe krahasimi është që ka bëu Aisha radhiyallahu anha dhe është I njëjtë. Pastaj na vjen çështja e vjelljes. Pse çështja e vjelljes? Sepse ka ulema që e kanë përmend se vjellja mundet me konë dytë. Mirë po, ajo që është e qartë, është se vjellja është e mbrëmshme. Çka është vjellja? Vjellja është ushqim.
dhe merret një rregull kur kemi folur në Ramazan, ose kur vjen problematikat e Ramazanit. Çdo send që është e mbrëmshme dhe del, nuk e prish Ramazanin. Po të njëjtën kohë çdo send që është e mbrëmshme dhe del, po një të kuptu, del pe lukthit, te fyti, te goja ose me hum, runa dhe me vesh nëse ka naj ujë ose ngjajshëm, atëherë krejt këto në sheriat konsiderohen të pastërta. Pa ka lemo që kanë llogarin dytë ka, prandaj ka përmend si mesele. Si mesele. Por ndryshe është pjesë e ushqimit dhe është e pastërt. Dhe më sot na vjen çështja e gjakut, e çështja e gjakut gjithashtu është temave të rëndësishme, sepse Allah i Madhur ka thënë kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytan aw daman masfuha. Sa thuaj ti o pejgamber që nuk ka diçka që më ka shpoll mua që është e ndaluar. Për atë që personi e përdor për ushqim edhe pije kështu me radhë, përveç nëse është e ngordhur, ose është gjak i furishëm, ose është mish derrit, se këto janë të regjistron janë të ndyta. Dhe në mesin e tyre ka përmend kanë gjakun e furishëm. Ulemoja thoi çdo gjak i furishëm ose i shumt që del pej njerit ose pej hajvanatit apo pej kafshëve është i ndyt. E ky preciziteti, ky precizimi, çdo gjak që del i fuqishëm ose i shumt, ç'a i bjen? I bjen që çdo gjak që është i pakt është i pastër. A i bjen kështu? I bjen kështu. Ulemoja kanë punuar me këta. Mirë, po argumentimet e tyre ku janë? Argumentimet e tyre janë se përderisa Allah i Madhur ka përmend gjakun e furishëm, i bjen se ky gjaku i vogël jo që është këtë i pastërt, po për shkak se është thirr njeriu me ikje. Dhe tek dytësirat kemi të bëjmë me një rregull të veçantë e që është mirë me pas para veti. Ka gjëra që mundën me konë vetveten e vetë të papastërta, të ndyta, po sheriati ka llogarit të tejkalueshme, jo të pastërta, po të tejkalueshme. Dhe si të tilla Zoti i Madhur ka bëu jo të dëmshme. A kemi të qartë? Për ty në gjaku. Nëse themi gjaku i madh është i ndyt. E pse një pjesë e gjakut që jetë i vogël është i pandyt? Sepse sheriati nuk mundesh me ikë. Ti nuk mundesh me ble mish të kafshëve sot, taze, që i thënë fresh, veç se ko ka pak. Nëni ekziston teoria se gjaku i pakt nuk ka shumë përbërës, nuk ka shumë të ndyt. Edhe nëse shtimi në laborator. Po megjithatë me shtim në laborator është i ndyt. A është e qartë? Me qyrë me mikroskop. Sepse gjithmonë gjaku ka përbërës. Mirë, po shpetarisht të tejkalueshëm. Pse? Sepse nuk kemi mundësi me ikë. Që i bie se edhe neve nëse na del do gjak edhe rrjedh, është mirë me hjek, me pastru, me fshi. Mirë, po nuk është sasi e madhe që ki atë detyrimin, por është sasi e vogël që ki tejkalimin. E ngjajshme me këtë, me një hena vjen kush? Gjaku i shahidit. Gjaku i shahidit, a është gjak i vogël a gjak i madh? Mundet me konë gjak i madh. Mundet, po thoj. Se nuk është i njeriu ka shumë gjak, mirë, po mundet me konë. Po megjithatë, me konsenzus thuje të ulemave, ose shumica absolute tyne, thojnë që gjaku i shahidit është i pastër. Pse? Sepse sheriati nuk na ka obliguar me hjek me pastru. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thonë, "Rrosni çashtu me çata gjak që kanë." Nuk i ka thonë pastrani. Pse? Pse ka tejkalu si nderim dhe respekt. Për ndryshe, na kem folën në Ramazan. Gjaku i shahidit, si çdo gjak tjetër, kur mbetet e ka erën shumë të rëndë. Dhe po pastërtia është shumë e madhe. Mirë, po kjo është si shaj e nderimit këtë botë edhe botën tjetër. Pra, këto nuk janë në kapitullin që në moment prej i papastër u boj i pastër, po janë gjëra që i tejkalën sheriati. Pse? Se është vështirë për njerëzit me përballu. Me pastaj na vjen ndësira e gjakut të periodave të gratë, e që janë menstruacionet, e kjo është e pa kontestueshme, kur e ka bi pejgamberi alayhis salatu wassalam gratë, ka thonë që
Ka raste që na bin pika gjakun tesha. Ka thonë çka? Tahuttuhu thumma tuqrisuhu bil ma wa tandahuhu wa tusalli fihi thot e merr dhe munosh me hjek me pastaj i gjun ujë të e gërridh. Taqrisuhu i bjen i gjun ujë edhe e bën kështu fërkimin. Ose tesh me tesh që përdorin ato metodat e përditshme, edhe e stërpik me ujë në fund ose e shpërlan edhe me pastaj falesh ta. Pse? Sepse është gjak që nuk tolerohet. Sado që sasia ti mundet mos me konë e vogël, mirë po është pi gjaka që është komplet i ndyt dhe nuk ka tolerancë në te. Me pastaj kemi çështjen e papastërtisë së derrit, e që derri në tërësi, sikur o përmend në ajet, Allah ka përmend mishin e derrit, mirë po është për qëllim komplet krijesa e derrit. Dhe krijesa e derrit quhet në shariat najasa ajniyya. Papastërti, ndytësirë në vetveten e vet, në qenin e vet, komplet. Si morre diçka pe lkurës, si morre diçka pe leshit, si morre diçka pe kon, komplet është i ndyt. Komplet është i ndyt. Dhe këtu nuk ka debat. Pra në tek ulemoja, në shariat nuk ka debat, a mundet diçka pe ti me kondi pastër. Jo, komplet është i ndyt. Po këtu vjen më një herë pyetja, çysh pastrohet tesha ose trupi ose njeriu nëse i bjen diçka pe papastërtisë së derrit. Ulemoja thonë nuk kemi argument që thot me pastru kështu ose me pastru ndryshe, po e konsiderojmë si papastërti e natyrshme dhe e pastrojmë atë vend ose atë trup ose atë tesh me pastrim të zakonshëm. Ujë, shampon e kështu me radhë. Pse kam përmend këta? Në një nuk ka argument qysh me e bë, edhe në dy nuk është sikur se qeni. Sepse te papastërtia e qenit, që më njëherë vjen mas kësajna, te papastërtia e qenit ka formë të pastrimit. Kurse te papastërtia e derrit nuk ka formë, shariati s'ta ka përmend. Andaj e llogaritëm si çdo papastërti tjetër që e pastroj. Dhe këtu vjen ajo çështja që e përmendëm kalimsti, a lejohet me mjeku me një pjesë prej pjesëve të derrit? Tek shumica ulemave nuk lejohet, sepse ekziston hadithi që pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë ka ndalu pejgamberi Zotit ani dawa'i bil khabith, ka ndalu pejgamberi Zotit me mjeku me të pest. Hadithet tjera ka thonë se ka lënë Allahu shërimin në atë që e ka ndalu. Po çka nëse na duhet? Ulemoja këtu kanë debat. Çka nëse na duhet? Dhe debati është i njohshëm. Prej kur ekzistojnë sahabët, edhe ulemoja, e deri në ditën e sot, deri në kiamet, lejohet në raste të nevojave. Lejohet në raste të nevojave. E tani ulemoja e precizojnë në kohë për kohë, nëse nuk gjinë tjetër, nëse nuk arrihet në një efekt i caktuar i një medikamentit jashtëm trupit, se zakonisht ato që përdorin njerëzit për marrë nuk gjinet ai medikament, as të qeni, as të derri. Po diçka të jashtme mundën me gjetë. Sidomos njerëzit e marrin si shembull tek çështja e alkoolit, birrën për veshk, për gur, dhe e marrin shembull vjomin e derrit për gjun ose për eshna, pra medikamente të jashtme. Këtu janë më të shpeshta. E ulemoja kanë këtë debat të njohshëm. Ibn Taymija thotë, është debati i njohshëm të ulemat që përdorin në përdorim të jashtëm, edhe mas përdorimit me e pastruat vend, sepse s'u falesh, sepse është i ndyt, përveç që është haram. Por krejt kja në saza të ngushta, por nuk ka zgjidhje tjetër. Tani kalojmë tek ndësira e radhës me rëndin që është e 11, e që është qeni. Tek qeni është sikur se dispozita e derrit, vetëm se të këtu ka shtesë. Në ndytësirjen njëjtë. Në ndytësirjen njëjtë. Mirë po në pastrim shtohet tek qeni. Edhe pse Malikit nuk e pranojnë këtë debat, mirë po tek të tjerë është e padiskutueshme. Qeni pra në vetveten e vet është i papastërt. Mirë po çka te ai nuk llogaritet e papastër? Frymarrja e tij nëse të merr erë nuk është e papastër. Çimet e tij nëse të prekun nuk janë papastërta. Këta e kanë përmendur më herët. Pra diçka që është e jashtme e tij nuk është e papastër. Mirë po ndytësira e tij, nevojat e tij, urinat e tij. E kjo ka të bëjë me çka? Me përpashje që shkelmi na ose ecën. Këto janë dyta. Ndërsa është specifike gjuha goja e tij ose jarkt. Qoftë që të prek me gu ose me jark ose me tehet gjuhës kështu me radhë,
Kjo është specifika e qenit. Pra, kemi qenin që është në dytë, kemi qenin që nevojat e tij janë dyta, edhe kemi qenin që jartë e tij janë specifike. E kjo e treta nuk gjinet tek derri. Andaj kjo e ka detyru spjegimin kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë që tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb, thot pastrimi i anës ku ka i lpi qeni, ose i teshës ku ka i lpi qeni, ose i dorës komës ku ka i lpi qeni, është el-ghaslu 7 marrat, an yaghsilahu 7 marratin, me e pastru 7 herë, ulahuna bit-turab, herën e parë me dhej. Sepse dheja ka specifik. Tani ulemai kanë dy menime çysh ka lumën asat, me disa thonë veç dhejo e arrin këtë specifik. Shumica tjerë thonë e lumë edhe shamponi, sapuni, njëjtin ral. Herën e parë pra, i hudh sod, ose i hudh dhej, ose sapon, dhe me pastaj e pastron 7 herë për më arrit pastrimi. Që këtë debat tek Malikiet është i papranuar, sepse ka ndodhur që dikush prej sahabave, sidomos Ebu Hurajra që tregon tregimin, e ka pastruar 3 herë. Dhe këtë debat është i gjatë, mirë po nuk është veni këtë për të hyrë tek hadithi. Më rëndësi është që qeni është i dytë dhe ndërcilat e tij janë dyta. Prekja e tij, frymarrja ose leshi i tij nuk është i dytë, mirë po jartë e tij janë me ndyrësirë specifike, që na detyron edhe pastrimi me ndodhë në mënyrë specifike. Kjo është rëndësime më e madhe. Ndërsa debati se pse ka pastruar 3 herë jo 7 herë kështu me radhë, është debat që nuk na intereson tek ndyrësirat, ai është debat tek ulemoja, ne vazhdojmë me atë që është më e qartë. Pastaj ne kemi ndyrësirat e kafshëve dhe shpenzëve. Pra shpenzëve që fluturojnë edhe shpenzëve që kemi shpend që fluturon, kemi edhe kafshë që marrin dispozitin e shpendëve, mirë po, ecin mbi tokë, pra nuk është që fluturojnë. Dhe Ibn Nujaymi pe Hanefive e thot një rregull, thot pastërtia e krijesës në formën e jashtme nuk e obligon, nuk e detyron pastrimin ose qenit e pastërt e mishit. Pra Allah i madhruar na ka ndalu pej shpenzëve që kanë kthetra ose që janë mishgrans, që kanë dhëmt, që shkryjnë, na ka ndalu me hon mishin e tyre ose mi therr. Apo? Mirë po, nuk do më thonë kjo pse kemi ndalu me i therë e me hongër atë, tash komplet atë me gjujt. Jo, ulemai thonë ata si krijesa janë të pastërta. Pra janë të pastërta në vetveten e vet. Janë të pastërta çimet e tyre, prekjet e tyre. Që të merr erë, që lumti me te, ose është afër teje, kështu më radhë. Pra si krijesa në esencë vet janë të pastërta. Ulemoja tjere kanë shtu edhe një detaj. Ka thonë një prej argumenteve gjithashtu që ka zojë se këto si krijesa, edhe pse janë ndalume me i ngrona, me i therr, me i marr mishin e tyre. Thot është tani dëshmi se përderisa lejohet si krijesa me i shfrytzu, me i shite, me i bleje, me i përdor, kjo është dëshmi që në poqa. Sepse me konë sikur derri komplet i dytë, ose sikur qeni, nuk lejohet as me shit, as me blej, as me përfitu për ty. E kjo është një shtesë argument që është shumë i saktë. Me pastaj vjen çështja e mocës, edhe për këtë kem folur. Moca nuk është vetveten e vet me jarkët e veta që i ka. Nuk është shumë e poç. Po për shkak se nuk mundesh me ik përdorimin e saj. Sheria e ka toleruar. Këna fol për ujin, nëse çat ujin që ti e përdor pin kafshë. Kemi thonë se për kam vitë pejgamberi alayhi salatu wasalam, por atë ku pen edhe moca ka thonë, moca është për aty krijesa që i ki për ditë në sofër dhe mes veti, andaj te i kaluha. Po Allah ka dashur si krijesë nëse shet ja shumë poç. Si krijesë nëse e përcjell mocën është jashtëzakonisht më e poç se ke krijesa tjera. Gjithashtu më pastaj kanë veçuar edhe gomarin, edhe ajo krijesa që është mes kalit dhe gomarit, që kur e përdorin në metodën e shtimit, që thujnë mushku. Pse kanë përdorur? Sepse në vitin e 8 Hijri është ndalu me e therr gomarin ose mushkun. Shariat. Sepse përdora ka qenë e lejueshme në fillim të Islamit. Andaj, përderisa është ndaluar me e therr, më njëherë vjen pyetja, a janë të poça ose të poç? Normalisht që përgjigjja është se janë të pastërt. Pse? Pse ti e përdor për ditë ata.
Njerëzit i përdorin sikurse kvarti, i përdorin edhe mushën e komore, por dhe sot i përdor ti kimi jetu me ta, kimi e prek kështu me radhë, pra janë të paq edhe ka goja edhe nga trupi, por megjithatë, mishi kimi ndrejot, mi bo kurban i thirr. Edhe tema e fundit për tash është gjitha krijesa që i përmendëm, qofshin të vogla sikurse pula ose moca, qofshin të mëdha sikurse lopa ose bollica ose delmja kështu me radhë. Këto krijesa, cilat i përdorëm na, qoftë për mi shfrytëzu, sikur gomori mushkën, qoftë i përdorëm na me përfitu prej tyne, po dhe me i therr, sikurse lopa, bollica tjera, qëto krijesa nëse hon gjëra të pesta. A ka kush jeton me to e din? Hon në për vada, që i thëjmë na, hon në për burllogje, sot dush. Dhe këta e kanë trajtu lemoja se kjo ndodh shpesh. E pejgamberi alayhi salatu wasallam në Khaybar kur u kanë, vitin e 8 Hijri, thonë sahabët na kanë ndalu për 2 gjona. Prej gomarit shtëpisë me therr, mishit i është ndalu, edhe prej kafshës që quhet xhellale. Xhellale është do kafshë, çfarë do të thotë ajo? Që ti ja merr ndoshta çumshtin ose e therra merr mishin, mirë po në një kohë pikove ka hongër bullog. Bullog hongër që i thënë na, besta. Ka lop që e kanë specialitet atë punë. Andaj shariati gjëra gjatë e ka tregu këtë punë. Pra e kuptojmë na çka është kafsha që han gjëra të pesta. Qoftë pula mo han çka. Atëherë ulemoja thonë nuk e kemi një caktuar shariatikisht, por ulemoja kanë caktuar. Kanë thonë Hanefit, po dhe me dhëve tjera, nëse pula han gjëra të pesta 3 ditë do shme nguju. Mas 3 dite e merr vonë saj. Sepse nuk pastrohet për 24 orë. Nëse është lop, deri 25 ditë. Deri 10 ditë. Nëse është deve deri 25 ditë. E kështu me radhë kanë caktuar. Ulemoja tjerë thonë nuk kemi caktim shariatik. Parasysh është dush me nguju, deri sa të besosh që është pastruar tomli dhe është pastruar mishi kështu me radhë. A është e qartë? Pra kafshët e cilat ngronin ose pin ose përzihen me ushqimi tyre me të ndyta, duhet të nguju derisa të pastrohet dhe gjatë asaj kohe, nëse është për kafshë që i merret çumshti, duhet derë. Dhe më pastaj kur kalon koha, ndodh dhe pastrimi. Pse e kam përmend këta? E kam përmend sepse kjo të bëjmë me papastërtim. Dhe kësaj neve dal ka dal i përthekojmë krejt gjërat që neve ballafaqohemi me to me të ndyta. Dhe me këta pajromi për kaq. Për sonte edhe na ka mbet në krijesat e ngordhura, na ka mbet çështja e alkoolit, edhe na ka mbet metodat që mi bë këto pastrime, pasi që i kuptojmë. Disa pyetje që i përmendëm, më vë për gjitha. Allahu Teala ala.